Nga viti 2019, kur nisi këtu dëmtimi kësaj ure, ne kemi ngritur zërin në mënyrë permanente. Jemi sot në vitin 2026 dhe ura po rënohet dhe këtë nuk e themi vetëm ne, por e thonë institucionet nëpërmjet shkresave të cilat ne i kemi bërë kërkesë për informacione dhe na kanë kthyer përgjigje. Ne bëm protestë në vitin 2019, e nominuam tek Europa Nostra, një nga organizatat më të mëdha europiane për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Por asnjë nga kërkesat tona dhe as nga ato të ndërkombëtarëve nuk kanë bërë efektin e duhur për qeverinë shqiptare që të ndërhyjë te kjo urë e trashëgimisë kulturore. Për të kthyer edhe një herë vëmendjen, ne i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare, Ministrisë së Turizmit dhe të Kulturës, që të marrë masa për ta rindërtuar këtë urë ashtu siç ishte, sepse trashëgimia jonë kulturore është shumë e rëndësishme që nesër të mos vinë ata të cilët po e popullojnë sot Shqipërinë e të na thonë që këtu nuk ka pasur kurrë shqiptar. Shoqata Sebastia kërkon transparencë, mbrojtje afatgjat dhe rivitalizim të urës së Matit, pas kërkesave zyrtare për informacion, shqyrtimit të dokumentacionit të vënë në dispozicion nga institucionet publike dhe analizimit të kontratave, proces verbaleve dhe dokumenteve teknike që lidhen me ndërhyrjen emergjente në monumentin e kulturës Ura e Matit, Shoqata Sebastia ndjen detyrim publik të ndajë me komunitetin disa shqetësime dhe kërkesa legjitime që lidhen me përdorimin e fondeve publike, mbrojtjen afatgjat dhe vlerësimin e plotë të kësaj pasurie kombëtare. Dokumentat zyrtare tregojnë se për këtë ndërhyrje janë investuar më shumë se 55 milion lek me TVSH nga fondet publike, janë lidhur kontrata për zbatimin e punimeve dhe për mbikëqyrjen teknike, ndërsa procesi është ndjekur nga institucionet përgjegjëse. Po nga përgjigjet zyrtare të ardhura për Sebastian, të administruara pas kërkesave për informacion, rezulton se edhe pas realizimit të ndërhyrjes monumentit Ura e Matit, do të vijojë të jetë në monitorim të vazhdueshëm nga institucionet kompetente. Monitorimi i një monumenti kulture është një pikë praktike normale dhe domosdoshme, por, megjithatë, kur bëhet fjalë për një investim publik me vlera kaq të mëdha, për një monument kulture me rëndësi historike dhe kulturore, një identitet për zonën, qytetarët kanë të drejtë të informohen vazhdimisht mbi rezultatet konkrete të ndërhyrjes dhe mbi garancinë për ruajtjen e saj afatgjat. Për këto arsye, aktivistët kërkojnë publikisht transparencë të plotë mbi fondet publike të investuara nga projektimi, zbatimi, mbikëqyrja dhe çdo ndryshim kontraktor që është lidhur me këtë projekt. Informim periodik dhe publik mbi rezultatet e monitorimit në mënyrë që komuniteti të njihet me gjendjen reale të monumentit dhe me çdo zhvillim që lidhet me sigurinë e saj. Vlerësimin të vazhdueshëm teknik dhe profesional për të garantuar që çdo nevojë për ndërhyrje shtesë të identifikohet në kohë. Gatishmëri për ndërhyrje të tjera mbrojtëse nëse procesi i monitorimit evidenton nevoja të reja për ruajtjen e kësaj pasurie kulturore. Hartimin e një plani konkret për promovimin dhe integrimin e urës së Matit në hartën e zonave turistike, përmes sinjalistikës informuese, aksesit përshtatshëm, materialeve promovuese dhe përfshirjen në itinerare kulturore e historike, në mënyrë që kjo pasuri të mos mbetet vetëm një monument i mbrojtur, por të kthehet në një atraksion turistik dhe zhvillimor për Kurbinin dhe rajonin përreth, në përputhje me vlerat historike që ajo mbart. Ura e Matit nuk është vetëm monument kulture, ajo është një pjesë e historisë tonë, identitetit dhe memorjes kolektive të komunitetit tonë. Mbrojtja e saj kërkon jo vetëm investim, por transparencë për fondet, llogaridhënie për gjendjen e saj aktuale, vizion afatgjat dhe kthimin e saj në një vlerë të prekshme për komunitetin dhe zhvillimin lokal. Sebastia do të vazhdojë ta ndjek me seriozitet këtë proces në mbrojtje të interesit qytetar dhe trashëgimisë sonë kulturore.